milion euro të taksave tona janë dhënë për koncertin se nuk janë shitur biletat. Shqiptarët e bojkotuan koncertin, por hyri qeveria i ka dhënë 4 milion euro një koncerti. Pra biletat që nuk janë shitur i rimburson qeveria me 4 milion euro, teksa sot spitalet janë pa ilaçe, teksa spitalet janë pa pajisje, dhe dua t'ju lexoj një mesazh, arsye sepse unë gjita sot këtuar se një zonjë e cila vuan nga kanceri, është në Itali sot që flasim, më ka çuar një mesazh, më ka kërkuar të lexoj këtu përpara jush. Jam një grua që vuaj nga kanceri ginekologjik. Mbarova ciklin e rrezeve dhe kimiove në spitalin onkologjik. Kur duhet të bëja brakiterapin më thanë që s'ka, nuk punon. E ka me dokument. Nuk isha para për ta bërë jashtë shtetit, kredi nuk më dha. Çdo mëngjes zgjohesha me shpresën se do të kem trajtimin që më duhet. Por jo. Sëmundja më rikthye përsëri sepse nuk e bëra brakiterapin. Unë sot jam e vdekur për si gjallë. Sot jam në Itali teksa bëj kimioterapi nga fillimi. E kam jetën e saj të shëndetësisë italiane. Për Shqipërinë dhe mjekësinë atje do isha në dhe. Sot mësova se shteti gjeti 4 milion euro për një koncert. Për mua nuk e gjeti dot brakiterapinë. Ndoshta për disa jam vetëm një statistik, po për fëmijët e mi unë jam e gjithë bota. Unë nuk do të jem në koncert. Unë nuk do të jem në koncert. Jam duke luftuar për jetën time. Do të doja që shteti të investonte tek shpresa ime, jo vetëm në një natë spektakli. Sepse një koncert zjat vetëm disa orë. Mungesa e trajtimit mua më kushton kthimin e sëmundjes. Më çon drejt vdekjes. Skenën e ngritën për një natë. Brakiterapin jo. Njëra sjell duar trokitje. Tjetra shpëton nëna, motra e bia. Ju zgjodhë duar trokitje. Turpi ju mbuloft dhe Zoti ju art haku. Kjo është letra e kësaj nëne, mesazhi që më ka dërguar sot. Po lufton për jetën. 4 milion euro për spektakël, kur duhet ishin për pajisje të cilat shpëtojnë jetë. Brakiterapia jo. Shpëton jetën e nënave, motrave tona, sepse lufton kancerin ginekologjik. Nuk kanë para nëna tona si që kanë para këta për të trajtuar kancerin atje jashtë. Nuk kanë para, sepse punojnë për të mbajtur frymën gjallë. Punojnë për të mbajtur fëmijët e tyre. Nuk e ka Shqipëria një petskan, diagnostikon kancerin. Shkojnë shqiptarët në Itali, në Turqi. Kosova i ka 3. Shqipëria nuk ka asnjë. Me këto para do t'ishte siguruar brakiterapia. Do t'ishte siguruar petskani. Do t'ishte siguruar medikamentet e tjera që sot mungojnë për personat të cilët vuan nga kanceri. Taratumumab për personat të cilët vuan nga leucemia 4 muaj në mungesë. 4 muaj si luftohet kanceri. A i thuhet kancerit ndajlo ti se ne s'kemi ilaçe. Mungon nilotinibi, 1 muaj e gjys, ka nëna do ballare tanë pak të medikament. Janë duke i lutur Zotit se kanë humbur shpresën te kjo qeveri. Avastina mungon gjithashtu. Lufton 6 lloje kanceri. Lomustina mungon gjithashtu. E teksa këto medikamente shpëtojnë jetën, luftojnë për të mundur kancerin, çfarë bën qeveria jo? E ka mendjen tek spektakli, e ka mendjen tek dritat, tek duar trokitjet. Çfarë qeveria është kjo që përballë jetës zgjedh spektakli?
Po kjo është hyrje e dignitetit njerëzor. Po kjo është krim kundër njerëzimit. Trafikuan disa mjet nga spitali onkologjik pacient tek spitalet private. A e dini se e quajti kryeministri këto? Tha, veprimi i tyre është krim kundër njerëzimit. Pra ata shkuan tek privati, paguan më shumë, shërbimin e morën dhe ishte krim kundër njerëzimit. Po është krim kundër njerëzimit të lësh të pacient në spitalin onkologjik pa medikamente? Është krim kundër njerëzimit. 4 milion euro për spektakl. Ndërkohë po të të bjeri sot një goditje në kokë, ishe mi, ti shkon në QSUT, nuk ka shërbim, nuk trajtohet, do vdesësh ose do paralizohesh. A i dini ju punonjës policisë shtetit, shumë prej ju shi njo. 22 vite një kolegu juaj punoi duke i shërbyer shtetit shqiptar. 22 vite. A di çfarë ndodhi me të? I ra goditje në kokë. A dini, nuk e trajtuan. Është i paralizuar sot. Një uniform nuk ja dhan. Një uniform se ato kërkon të i paralizuar. 22 vite një qytetar shqiptar që nuk merr trajtim, që i shërben këtij vendi dhe nuk merr trajtim. Ky është shteti i spektaklit. Unë nuk e di se sa do duroj më ky kom. Smundja nuk ka parti. Dhe turpi e muloft ato që bën politik me shëndetësi. Kjo është për të luftuar për jetën. Shëndetësia nuk ka politik, nuk ka parti. Faktet janë aty dhe unë sfidoj këdo që i vën në dyshim. I sfidoj këdo nga ministria, te kryeministria, nëse një gjë që unë them nuk është e vërtet, unë shkëputem fare, nuk merrem më me gazetari. Por janë të vërteta tona. Dhe teksa ne flasim për brakiterapin, për PET-skanin, për trombektomin, ore në spitalet e QSUT-ja s'ka vigona. Është një vigon i madh, sikur t'ja bën shkalit, t'ja bën njerëzve, se s'ka vigona, nuk ka shiringa, nuk ka alkool. Shko në spital dhe nuk kanë me çfarë të diagnostikojnë të përcjellin në shtëpi. Nuk kanë vende. Është urgjenca e psikiatrisë me vetëm një krevat. Ma gjeni një spital ku do në botë me vetëm një krevat urgjencë. Sikur as një arsye tjetër mos kishin për të protestuar, do mjaftonte shëndetësia për të dalë në këtë sheshe për të protestuar. Kuptojeni o njerëz, jetën e kemi vetëm një herë. Nuk do vlej nesër nëse nuk marrin shërbim e trajtim e të vdesim. Qëndroni në këtë shesh, protestoni, sepse është për të ardhmen tonë. Gjë e tillë nuk do të ndodhë më. Jepni besë njëri tjetrit e flamurit se do t'jeni këtu e nuk do t'i ikni asnjëherë. €4 milion për spektakël, 4 milion euro të Kopshti Eden, 6 milion euro për satelitët, sa milion euro për incineratorët, sa milion euro për Tigrin 1 dhe Tigrin 3 në Vlorë, sa milion euro për rrugët. E këto para do mjaftonin për ndërtuar spitalet më të mira, me ilaçe, me diagnostikime, me pajisje. Këtë mos e harroni. Para ka, por i përdorin për spektakël e jo për shqiptarët. Ky është botrori jonë, nuk jemi as iranian, as antisor, as sorosian, as agent ruse, serbe, grek, por jeni me bukra pjesë e shqiptarve
sepse po luftoni për vetën tuaj, për Shqipëri, për dignitet. Jemi gjithë bashkë deri në fund, sepse bashkë mundemi të fitojmë. E nuk ka mandate që t'i dalin përpara këtij populli. Zoti ju bekov gjithëve.